Mirëmëngjes, duke filluar nga data 1 qershor, do të fillojmë zyrtarisht me sezonin veror dhe kampin veror. Kampi veror, I cili këtë vit do të organizohet nga data 1 qershor deri në datën 31 gusht, nga dita e hënë të premte në orarin zyrtar 9:05. Do të jetë për të gjitha grup moshat nga 3 deri në 14 vjeç. Do të kemi 3 module, modulin me 3 vakte ushqim, mëngjesi, dreka dhe zemra, modulin me 2 vakte ushqim, dreka dhe zemra dhe netet magjike në Time Center, ose si njihen tashmë sleep over. Do të kemi një kurikull të shpërndar 50 me 50. 50% aktiviteteve do të jenë aktivitete në institucion dhe 50% do të jenë aktivitete jashtë institucionit, ku përfshihen ekskursione dhe miniguida në institucione në vende të ndryshme. Do të kemi pishina, do të kemi det, do të kemi mal, do të kemi fush, do të kemi aktivitetet të brendshme në institucion, ku përfshihen dance, piktur, art craft, zeje, panajire apo olimpiada, spektakle dhe konkurse të ndryshme. Do të kemi të ftuar dhe do të kemi aktivitete ekstrakurrikulare. Shijo ditët dhe netet magjike në Time Center. Surpriza pafund na presin. Jemi Time Center, jemi ëndra më bukur. Regjistrimet vazhdojnë. Për të gjitha regjistrimet fizike, mund paraqiteni pranë zyrës së informacionit çdo ditë nga hëna në të premte në orarin 8 me 6 dhe mund të bëni konfirmimin online. Gjithashtu, regjistrimet bëhen edhe për të gjitha ciklet dhe programet tona të studimit, për ciklin qerde, kopsh, parashkollor, programin e studimit pashkollor, kurset profesionale, gjuhë të huaja, informatik, arte, sporte me radhë. Ju mirëpresim, shijo ditët magjike tek Time Center.